Horoskopi ditor, 7 prill. Sinjalet që mund të ndikojnë ritmin e ditës. Disa ditë kalojnë qetësisht, ndërsa të tjera sjellin një energji që duket sikur ndryshon ritmin e gjithçkaje. 7 prilli është një nga ato momente kur universi mund të dërgojë sinjale të vogla që ndikojnë në vendimet, ndjenjat dhe drejtimin që merr dita. Mund të jetë një bisedë që të bën të reflektosh, një ide që lind papritur ose një situatë që të shtyn të shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër. Energjitë astrologjike të kësaj dite tregojnë se disa shenja mund të ndjejnë më qartë këtë lëvizje. Nëse je i vëmendshëm ndaj detajeve dhe ndjenjave të tua, mund të kuptosh më mirë se çfarë po përpiqet të të tregojë universi sot. Le të shohim si mund të ndikojë kjo energji te secila shenjë e zodiakut. Dashi. Dita e sotme mund të sjellë për dashin një ndjesë lëvizjeje dhe motivimi për të bërë diçka ndryshe nga zakonisht. Mund të ndjesh një shtysë për të marrë iniciativë në një çështje që e ke menduar prej kohësh. Energjia e kësaj dite favorizon veprimin, por është e rëndësishme që çdo hap të bëhet me qartësi dhe jo vetëm nga impulsi. Një bisedë me dikë të afërt ose një situatë e papritur mund të ndihmojë të shohësh një mundësi që nuk e kishe vënë re më parë. Në aspektin personal, është një moment i mirë për të reflektuar mbi qëllimet që dëshiron të arrish. Nëse e përdor këtë energji në mënyrë të zgjuar, dita mund të sjellë një ndjenjë progresi dhe një hap të vogël drejt diçkaje që ke dashur të realizosh. Demi. Për Demin, kjo ditë mund të sjellë një atmosferë më të qetë, por edhe një moment reflektimi për disa vendime që lidhen me stabilitetin dhe planet afatgjata. Mund të lindë një mendim ose një ide që të bën të rishikosh mënyrën se si po organizon disa gjëra në jetën tënde. Energjia astrologjike sugjeron që është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos u nxituar në vendime të rëndësishme. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë qartësi dhe mirëkuptim. Gjithashtu, mund të ndjesh nevojën për të krijuar një balancë më të mirë mes përgjegjësive dhe kohës për veten. Nëse e merr ditën me qetësi dhe vëmendje ndaj detajeve, mund të kuptosh më mirë drejtimin që duhet të marrësh. Binjakët. Energjia e kësaj dite mund të jetë shumë dinamike për binjakët. Mund të ketë lëvizje në komunikim, lajme ose informacione që të bëjnë të mendosh për mundësi të reja. Një mesazh, një telefonat ose një takim mund të ndikojë në mënyrën se si e sheh një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit. Është një moment i mirë për të qenë i hapur ndaj ideve të reja dhe për të dëgjuar këshillat e njerëzve që kanë përvojë. Në aspektin personal, dita mund të sjellë një ndjenjë kurioziteti dhe dëshirë për të eksploruar gjëra të reja. Nëse e përdor këtë energji për të mësuar dhe për të komunikuar më shumë, mund të zbulosh një drejtim interesant që mund të ndikojë në ditët që vijnë. Gaforja. Për gaforen, kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek emocionet dhe marrëdhëniet me njerëzit që janë të rëndësishëm për ty. Mund të ndjesh nevojën për të sqaruar një situatë ose për të shprehur diçka që e ke mbajtur brenda për një kohë. Energjia astrologjike sugjeron se një moment sinqeriteti mund të sjellë një ndjenjë lehtësimi dhe mirëkuptimi. Në aspektin personal, është një ditë e mirë për të reflektuar mbi atë që të bën të ndihesh i sigurt dhe i qetë. Gjithashtu, mund të shfaqet një situatë që të kujton rëndësinë e familjes ose të njerëzve që të mbështesin. Nëse e lejon veten të dëgjosh ndjenjat dhe të reagosh me qetësi, dita mund të sjellë një atmosferë më harmonike. Luani. Luani mund të ndjejë një energji që lidhet me ambicien dhe dëshirën për të bërë një hap përpara në një çështje që ka rëndësi. Mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë e tua ose për të marrë një rol më aktiv në një situatë që kërkon vendosmëri. Energjia e ditës favorizon besimin në vetvete, por është e rëndësishme të mbash edhe një qasje të balancuar ndaj njerëzve përreth. Një situatë që ndodh gjatë ditës mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po përdor potencialin tënd. Nëse e kanalizon këtë energji në një drejtim të qartë, mund të krijosh një ndikim pozitiv jo vetëm për veten, por edhe për njerëzit që janë pjesë e jetës tënde. Virgjëresha.
Birgjëresha mund të ndjejë gjatë kësaj dite një nevojë të fortë për të vendosur rregull në disa gjëra që kohët e fundit kanë qenë paksa të paqarta. Energjia e 7 prillit favorizon analizën dhe reflektimin, ndaj mund të jetë momenti i duhur për të rishikuar disa plane ose për të organizuar më mirë përgjegjësitë që ke marrë përsipër. Një situatë e vogël që ndodh gjatë ditës mund të tregojë se është koha për të bërë disa ndryshime praktike. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë për të krijuar më shumë qartësi dhe mirëkuptim. Nëse e përdor këtë energji për të vepruar me qetësi dhe për të menduar me kujdes për hapat e ardhshëm, dita mund të sjellë një ndjenjë kontrolli dhe stabiliteti. Peshorja. Për peshoren, kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek balanca mes jetës personale dhe përgjegjësive të përditshme. Mund të ndodhë një situatë që të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po menaxhon kohën dhe energjinë tënde. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të vendosur kufi të shëndetshëm dhe për të bërë zgjedhje që të sjellin më shumë qetësi. Në marrëdhënie, një bisedë e hapur mund të ndihmojë për të zgjidhur një paqartësi që ka qenë e pranishme prej disa kohësh. Gjithashtu, mund të lindë një ide që lidhet me një projekt ose një plan të ri. Nëse e dëgjon intuitën dhe e merr ditën me qetësi, mund të kuptosh më mirë drejtimin që duhet të marrësh. Akrepi. Akrepi mund të ndjejë gjatë kësaj dite një energji më intensive që lidhet me vendimet dhe transformimin personal. Mund të ndodhë diçka që të shtyn të reflektosh për një situatë që kërkon një qasje të re. Energjia e kësaj periudhe favorizon guximin për të parë realitetin ashtu siç është dhe për të marrë vendime që të çojnë përpara. Në aspektin personal, një bisedë ose një informacion i ri mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një çështje të caktuar. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht një ndryshim i madh menjëherë, por mund të jetë fillimi i një procesi që të ndihmon të shohësh më qartë disa gjëra. Nëse e përballon ditën me qetësi dhe reflektim, mund të zbulosh një perspektivë të re. Shigjetari. Energjia e 7 prillit mund të sjellë për shigjetarin një ndjenjë dëshire për lëvizje dhe eksplorim të ideve të reja. Mund të lindë një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të parë një situatë nga një këndvështrim tjetër. Një bisedë interesante ose një informacion i papritur mund të bëjë të mendosh për plane që lidhen me të ardhmen. Në aspektin personal, është një moment i mirë për të reflektuar mbi qëllimet që dëshiron të arrish në periudhën që vjen. Nëse e përdor këtë energji për të eksploruar mundësi të reja dhe për të zgjeruar horizontin tënd, dita mund të sjellë një ndjenjë frymëzimi dhe optimizmi që mund të ndikojë pozitivisht në vendimet e ardhshme. Britsjapi. Për britsjapin, kjo ditë mund të sjellë një fokus të veçantë tek përgjegjësitë dhe planet afatgjata. Mund të ndodhë një situatë që të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po ndërton të ardhmen tënde dhe cilat janë hapat që duhet të ndërmarrësh për të arritur stabilitetin që kërkon. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të analizuar disa vendime dhe për të bërë rregullime të vogla që mund të kenë ndikim të madh në të ardhmen. Në marrëdhënie profesionale, një bisedë ose një ide e re mund të hapë një perspektivë interesante. Nëse e merr ditën me qartësi dhe vendosmëri, mund të ndjesh se po lëviz gradualisht drejt një drejtimi më të sigurt. Ujori. Ujori mund të përjetojë gjatë kësaj dite një ndjenjë kreativiteti dhe dëshire për të menduar ndryshe nga zakonisht. Energjia e kësaj periudhe favorizon idetë e reja dhe mënyrat inovative për të zgjidhur situata që mund të jenë dukur të komplikuara më parë. Mund të ndodhë një bisedë ose një moment reflektimi që të ndihmon të shohësh një çështje nga një perspektivë krejtësisht tjetër. Në aspektin personal, është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të qenë i hapur ndaj ndryshimeve që mund të sjellin përmirësime. Nëse e përdor këtë energji për të eksperimentuar dhe për të menduar me kreativitet, dita mund të sjellë ide që mund të kenë rëndësi edhe në të ardhmen. Peshqit. Peshqit mund të ndjejnë gjatë kësaj dite një ndjeshmëri më të theksuar ndaj energjive dhe emocioneve që i rrethojnë.
Mund të jetë një moment ku intuita luan një rol të rëndësishëm në mënyrën se si reagon ndaj situatave të ndryshme. Energjia e 7 prillit sugjeron që është një kohë e mirë për të reflektuar mbi atë që të bën të ndihesh i qetë dhe i balancuar. Një bisedë ose një situatë e papritur mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë disa ndjenja që kanë qenë të paqarta. Nëse e dëgjon zërin e brendshëm dhe i kushton kohë reflektimit, dita mund të sjellë një ndjenjë qartësie dhe një kuptim më të thellë për drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën sinjal nëse mendon se kjo ditë mund të dërgojë një mesazh të rëndësishëm. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.